Faktikisht nëse çlirimi i Mekës, që është ngjarje jashtëzakonisht e madhe, nuk është thjesht çlirimi i një vendi fizikisht, apo ai është çlirimi i zemrave të njerëzve, edhe sidomos i zemrave të këtyre që kishin ngel peng i armiqësisë ndaj Islamit. Sepse sidomos pjesa e Paris, e elitave, vjen një moment që thash merren peng, i marrin vetë ata peng vetët të tyre. Edhe nëse duan të bëhen musliman, edhe nëse logjikisht e pranojnë Islamin, nga veprimet, nga zullumi që kanë bërë, ata nuk dalin dot nga kjo gjë dhe ngelen peng i asaj. Mirë po, në krahun tjetër, pse e përmenda që profeti alayhis salam me urtësinë, me butësinë dhe me diplomacinë e tij gjithmonë atyre ju jep mundësinë që ata të kthehen. Hakime patjetër që ishte bashortja e një personi që kishte marrë pjesë fizikisht në të gjitha betejat kundra profetit sallallahu alaihi wasallam. Ikrime ishte mjaft i aftë fizikisht, ishte komandant shumë i suksesshëm, kishte marrë pjesë në beteja dhe ishte bërë shkak për shumë goditje ndaj muslimanëve, por thash ishte pjesë e kësaj kategorisë që kështu kishin marrë peng veten e tyre dhe ishin në luftë hapur ndaj Islamit dhe muslimanëve.